I kisha thënë disa fjalë rreth historikut të brigadës 138 Agim Ramadani, pastaj kishim kalu të vepra. Brigada 138 Agim Ramadani është emërtuar me datën 11 maj të vitit 1999 nga shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, generali Agim Qeku. Para kësaj date, kjo njësi është quajtur grupi 3 operativ, ku në përbërjen e vet ka pas 3 njësi: Brigada 131, 134 dhe batalionin diverzant të vëzhgues. Të 3 këto njësi kanë qenë të formuara nga Ministria e Mbrojtjes, nga kolonel Ahmet Krasniqi, dhe secila nga këto e ka rrugtimin e vet, e ka rrugën historike të saj, duke përfshirë veprëmtarinë luftarake, betejat, sukseset, i ka dhe dëshmorët që kanë radhë në 98-ën. Dhe tani do të mundona të flas pak për veprën e kësaj brigade. Kjo brigadë faktikisht pas evakuimit të plagosurve dhe të popullatës civile nga regioni Gjeri Junikut, derisa ishim duke pritur kolonën, formimin e kolonës, bashkë me herojnë e Kosovës Agim Ramadanin, diskutuam rreth situatës luftës që ishte kriju në atë kohë, rreth furnizimit me armatim me municion që ishte ndoshta problemi kryesor i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe pas një analize vendosëm që veprimtaria jonë luftarake në të ardhmen të jetë nga kufiri shqiptar. Edhe ashtu ndodhi, e krytëm detyrën e evakuimit plagosurve të popullatës civile. Tani nga ajo periudha e 15 shtatorit deri në 9 prill, është një periudhë ku ne kemi kryer shumë trajnime individuale, kolektive, kurse të ndryshme, është bërë unifikimi i faktorit ushtarak, bashkimi që ndoshta është edhe çelësi kryesor i suksesit, sepse në atë kohë bashkuam bashkë me organizimet që ishin në veri ose në malësit Qakovës, ku bashkë me Nasim Haradinajn i bashkuam edhe logjistikën, edhe vijat mobilizuese, dhe filluam përgatitjet për heqjen e kufirit shqiptar, edhe pse nga shtatori forcat serbe kishin ndërmarrë veprime të tilla që aty ku nuk kanë mujtë atë hapësirë me mbulu me personel ose me ushtar, kanë vendosur shumë fushat minume, që ishte problem serioz për forcat tona. Por ne në vazhdimsi kemi kryer edhe vëzhgime për gjatë kufirit shqiptar, por edhe në thellësitë e territorit, dhe e kemi caktuar komandën e përparume që realisht ta përgatitin planin për heqjen e kufirit shqiptar, mbi bazën e vëzhgimeve, pastaj mbi bazën e informacioneve që kishim se sa janë përqendruar forcat serbe në kufirin shqiptar, edhe kështu ndodhi, u hartu plani për heqjen e kufirit. Atë plan e prezantuan shefi i shtabit Agim Ramadani bashkë me Sali Qekun, e miratova unë si komandanti Geo Treshit në atë kohë, dhe mbi bazën e atij planit është bërë heqja e kufirit shqiptar, që realisht dulen të sakta të gjitha ato vlerësime, vendime që i kishim para pa në atë kohë.